Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për Kosovën, për qeverinë e re. Më në fund Kosova ka qeverinë, ka kuvendin e ri që është konstituuar mbrëmjen e dieshme. Ditën e sotme është zhvilluar mbledhja e parë e kabinetit Kurti 3. Mbrëmjen e dieshme ai shpalosi objektivat me theks të veçantë tek drejtësia, por edhe problemet sociale. Për të gjitha këto çështje, pa harruar sigurisht ato që po ndodh në Hag, do të flasim me profesorin Selatin Koceri. Profesor, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, zoti Bollo. Faleminderit profesor. Ndoshta një vit i humbur kot, sepse më në fund edhe Kurti e votoi në pako nën kryetarin nga komuniteti serb, që do të thotë që unë e kam pritur një rezultat të tillë në mbrëm, vetëm që patëm pak vënesa në mbrëm të rezultateve dhe në certifikim, por presidenti Amir bëri që shumë shpejt veproj dhe KQZ-ja i certifikoi rezultatet edhe shkuan. Kur duan institucionet veprojnë shpejt e shpejt. Nuk ka burokraci kur duan. Veproj sepse rrezikoheshim të futemi edhe në një krizë buxhetore, edhe mu për atë arsye, për shkak se aty kemi rreth 85.000 punëtor në administratë të shërbime publike, edhe mu për këtë arsye presidentja, por edhe Albin Kurti shpejtuan procedurat në mënyrë që ta votojnë sa më shpejt buxhetin e më pas nuk është ndonjë problem tjetër, edhe marrëveshjet ndërkombëtare. Konstituimi i kuvendit shkoi ashtu si është para po, vetëm e kemi një vet të humbur koti, erdhi zonja Albulena Haxhiu, e cila ishte e propozuar që në fillim, dhe me këtë u dëshmua se lëvizja vetëvendosje i ka pas komplet forcë, krejt ato që e bëri me nënkryetarin e 5, sepse tani përkundër asaj që e mori një akt vendim nga gjykata kushtetuese që kishte shkelje, ata do ta vazhdonin, po të mos ishin pajtuar edhe më herët, por kanë taktizuar politikisht edhe e kanë shtyr në mënyrë që të shkohet në zgjedhje edhe të vjen deri ky rezultat që për opozitën ishte katastrofal. Unë mendoj që edhe mbrëm qëndrimi i opozitorëve në votim ishte i gabuar, sepse ata nuk është dashur ta votojnë nënkryetarin e 5, apo të votojë vetë qeveria në pako, ata ishin të mjaftuar, i kishin 66 vota, por sigurisht aty edhe do të votonte edhe lista serbe e non, edhe do të kalonte puna nënkryetarëve, por se çka ju dasht opozitës të votoj, unë vërtet nuk e di përveç nëse nuk janë marrë vesh që të kaloj një rezolut për Hagën, edhe për atë arsye opozita, sidomos PDK-ja, sepse LDK-ja nuk është fort e mërzitur për çështjen e Hagës, por PDK-ja ka mundësi që këtë hy në këtë marrëveshje që të votohet një rezolut në kuvendin e Kosovës për Hagën apo për gjykimin e 4-shës së madhe, edhe aty jam pajtu edhe për atë arsye ka mundur të votoj. Përndryshe, Ramush Haradinaj më duket, Alianca më duket, nuk jam shumë i sigurt, por ka abstenu, nuk i ka votu nënkryetarët në pako. Pastaj surpriza e madhe ishte qeveria, me emra që disa prej tyre nuk priteshin, edhe ata që u larguan, por edhe ata që erdhën të rit. Për ju kush ishte surpriza më e madhe? Edhe si do ja vini këtij kabineti? Po mund të them se ekspozeu i zonjës kryeparlamentare ishte në rregull, nuk kam prit që Albulena do ta ketë një ekspoze të tillë, racionale, të mirë, të shkruar mirë edhe vërtet interesant është një gjuhë. Kur din të jenë moderuar politikisht edhe mbi palët, një gjuhë e moderuar që nuk e kam prit prej Albulenës, megjithatë është mirë që ka reflektuar dhe ka dalë me një gjuhë të tillë, sidomos kur ka folë për gjykatën në fillim një herë për gjykatën e Hagës, prononcimi edhe i asaj edhe i zotit Kurti
ishin të mira për rastin e gjykimit, apo sidomos për propozimin e dënimit me 45 vjet për secilin nga të akuzuarit apo 180 vjet, aty ata reaguan edhe mu duk që është një kompromis apo një lëshim i mirë nga ona vetëvendosjes, e cila e dim çfarë deklarata, sidomos Kurti ka pas në kaluarën për katërshen, e cila e kishte pranuar gjykatën e Hagës krejt për diçka tjetër, e na doli prap diçka tjetër, u heq ajo shtëpia verdh, organet, shitja organeve kështu me radhë, dhe doli krejt një akuzë tjetër, e cila unë mendoj që tani kur e po mbrojtjen dje dhe sot po vazhdon, e shohim se aty vërtet nuk duhet ketë dënim, apo ata burra duhet të lirohen. Por, megjithatë, partitë politike duhet të jenë unison, edhe sidomos kuvendi edhe të bjen një rezolut për burrat më të mirë që i ka Kosova, edhe ajo katërshet të lirohet e pa fajshme me rastin e aktgjykimit që do të vjen nga gjykata supreme. E ku e nga gjykata speciale? E dim se prokuroria është prit që dalë me vendimet të tilla drakonike, por tani e kemi mbrojtjen dhe jo mi bindun që gjykata nuk do të gjej asnjë element për ta dënuar këtë katërshet. Me që jemi këtu, profesor, për të rikthyer më pas prapë te qeveria, pa masi erën tek gjykata, pra prokuroria speciale, mendoni që kjo i hap rrugën edhe ndoshta arrestimeve të reja që mund të bëhen në Kosovë, nëse do ketë një dënim? Ajo është rreziku më i madh, sepse prokuroria gjatë gjithë kohës ka përmend emra të ndryshëm, të cilët ishin ushtarak edhe përgjegjës për zona të caktuara në Hagë, edhe ajo rreziku më i madh që të zgjerohet lista. Nëse ky grup lirohet, ka mundësi që një grup tjetër i përgjegjësve më të ulët i zonave operative të merret në Hagë. Ky është rreziku më i madh që edhe është dalë nga prokuroria në ato dëshmi të cilat i kanë dhënë edhe Zorapi edhe komandantët e tjerë të zonave, dhe aty është një rrezik që ata do të merren në Hagë edhe pastaj do të gjykohen, sepse krejt përgjegjësia komanduese po ju bjen atyre komandantëve të zonave, andaj këtu është frika më e madhe në Kosovë që ka mundësi të zgjerohet lista e të akuzuarve të Hagës, edhe ajo listë tjetë nga sparin nga komandantët e zonave, e pastaj edhe të tjerë në vijen komanduese, e cila po duket apo po thuhet se nuk ka qenë nga shtabi i përgjithshëm as nga drejtoria politike, por nga zonat operative. Sa janë komandantët e zonave që rrezikojnë? Po janë Fatmir Limaj veç e ka përfundu, Sulejman Selimi e ka përfundu gjykatën, nuk besoj që do të përgjigjen. Shukri Buja është liruar nga gjitha akuzat, aty mbeten edhe 4. Edhe 4, edhe general shtabi, Bislim Zorapi që po përmendet, veç e keni. Pra këta të 5 të rrezikojnë që mund të arrestohen. Po aty është Ramon Rama, Samil Shtaku, edhe kush e tjerë, edhe Ramushi ka qenë i zonës Dugaxhinit, edhe ajo është gjyku, domethënë 3 mund të jenë, edhe shtabi i përgjithshëm atje. Pra 4. Po, 4 me. Po, pra logjika është nëse nuk dënohet katërsha e madhe, mund të ketë arrestime me që kaloj përgjegjësia. Po dënuan ata, mbyllet aty. Po, ka mundësi ose edhe mund të përfundoj, sepse shumica atyre që u përmenden janë gjyku, përveç Treshës që unë dyshoj edhe të frigohem se gjykata Hagës nuk mund të përfundoj kështu pa e gjyku askënd. Edhe pse e ka gjyku atje, edhe nuk po më kujtohen emrat për momentin, Mustafën, zotin Mustafa atje, që është edhe Nikollën. Janë të gjykuar. Për mbrojtjen, çfarë komenti keni,
profesor? Mbrojtja sipas meje është shumë në nivel, shumë në nivel të lartë. Edhe profesional, edhe argumentues, edhe po e shpartallon prokurorinë. Sidomos dje Misheti që është avokati Zotit Thoqi, ishte në vërtet në lartësi të duhur, edhe ishte në nivel të lartë të profesionalizmit edhe njohjes së procedurave, sidomos ligjeve të Kosovës në jurisdiksionin e të cila është edhe gjykata speciale, sepse këta zotërit prokurorët kanë dalë edhe mbi ligjin edhe kanë propozuar një dënim drakonik që nuk parashihet me asnjë ligj, sepse dihet mirëfilli se kjo gjykatë duhet të marrë ligjet më pozitive në të mirë të akuzuarve. Në rastin konkret do të merren edhe ligjet e Jugosllavisë, të cilat nuk dënojnë më shumë se 15 vjet për raste të tilla. Pra, nëse do ishte në dorë të Jugosllavisë, nuk do i dënonte më shumë se 15 vjet. Akoma më shumë. Pra, prokuroria që është themeluar në Kosovë me ligjet e Kosovës po i dënon më shumë. Po kemi rastin e dënimit mungesë të Zotit Thoqi, ai është i dënuar nga një gjykatë serbe me 10 vite në mungesë, edhe merrni me mend kur dihet se çfarë edhe kush ishte Thoqi për Serbinë, dënohet me një burg prej mungesë me 10 vjet, derisa gjykata e Hagës propozon 45 vjet. Kjo vërtet është absurde dhe nuk do koment. Profesor, për te dëshirës, ju si mendoni në fund, si do mbyllet, kush rrezikon më shumë nga katërshja e madhe? Rreziku më i madh është ky propozim i lartë që dha qeveria, edhe kjo qëndrimi në parapurgim për gati veç po shkojmë nga 6 vjet, edhe këtu është problemi më i madh që gjykata dëshiron që spaku këto vite të cilat ata kanë qëndruar në burg t'i arsyetoj me një dënim. Tani sa do t'jetë dënimi kur edhe me qëllim ka shku prokuroria në mënyrë që të shkojnë në maksimum 45 vjet, në mënyrë që kjo katërshe të dënohet me supaku atë sa lejon ligji i Kosovës, 15-20 vjet është maksimumi për vepra të tilla, që asnjëherë nuk është marrë deri tash përveç rastit Mustafa, që tani veç apeli e ka zvoglu në 15 vjet, aq sa është maksimumi. Edhe unë e frigoj, edhe pse personalisht pres vendim lirues për katërshen, megjithatë frigohem se gjykata veç e ka dënimin e paraparën qysh në fillim, kur Smithi thonte se do të dënohet kjo katërshe me burg përjetshëm, ka mundësi të dënohet, edhe i paraprir, domethënë i paravendosun një burg për këtë katërshe, që do të ishte shumë e keqe për Kosovën edhe perspektiven euroatlantike, por edhe të integrimeve në Bashkimin Evropian edhe në arenën ndërkombëtare. Është rrezik i madh nëse kjo katërshe kryesore e UÇK-s na dënohet, sepse Hashim Thaçi është nënshkruesi Rambujes, Hashim Thaçi është demilitarizuesi i ushtrisë qeverimtare të Kosovës, Hashim Thaçi ishte kryeministër i shpalljes së pavarësisë së Kosovës, andaj ky njeri, nëse dënohet, në këtë rast dënohet e tërë Kosova, dënohet populli i Kosovës edhe e ardhmja e popullit tonë. Do rikthehemi për ta mbyllur tek qeveria, tek ky kabinet, profesor. Për ju është kabineti i ekonomisë, i çështjeve sociale, i mbrojtjes, investimi 1 miliard, i politikës jashtme, pra figura si Konjupsa që është vendosur, ndoshta me Osmanin, ata dy mund të jenë linjat e komunikimit. Pra, ju si çfarë emri do t'i vinit këtij kabineti qeveritar? Ku është i fokusuar? Jam shumë skeptik, nuk pres asgjë nga një qeveri e cila ka dështuar në gjitha sektorët, në gjitha resorët qeveritare për 5 vitet e kaluara. Kryeministri e filloi ekspozen e tij me gënjeshtra, duke u munduar të kamufloj
gjëja se Kosova kishte një shkallë të lartë zhvillimit ekonomik, e merr përqindje, mundohet me një përqindje mesatare, por nuk e merr vitin e pandemisë kur e kishim minus 5%, e kishim uljen e shkallës zhvillimit ekonomik, ai fillon nga 11% kur më njëherë pas vitin 2021 e kemi një rritje të zhvillimit ekonomik, me qenë se ishëm në minus, edhe më njëherë nga dolja nga pandemia, sigurisht e ka qenë e lartë, edhe ai merr edhe shkallët e zhvillimit ekonomik 2022, 23, 24, 25, i pjesëton me 4 vite, i del shkalla e zhvillimit ekonomik 6%, që është gënjeshtër. Askund në botë nuk matet në këtë formë shkalla e zhvillimit ekonomik. Atëherë nëse don kryeministri në atë formë ta matë shkallën e zhvillimit ekonomik, atëherë është dashur ta marr minusin kur e kishte minus 5 edhe të niset prej ti merr gjitha bashkë edhe e sheh se i del zhvillimi ekonomik mesatar 4%. Dhe këtu nuk gjendet asnjëri prej opozitorëve që në pjesën kur flasin ata në debat parlamentar, me njëherë pas ekspozes, asnjëri nuk e demanton. Ekonomist i njohur zoti Betri Hamza, ekonomist i njohur zoti Lumer Abdigjiku, 2 profesor universitar, dhe nuk ja demantojnë këtë rend të kulluar të zotit kryeministër, që shkalla e zhvillimit ekonomik është 6%, kjo vërtet është e pakuptueshme. Pastaj mos flasim investimet në ushtri, polici, industri ushtarake, investimet jashtme, rritje e eksportit, zvoglimi i inflacionit, krejt janë gënjeshtra. Të gjitha këto nuk, vërtet për ekspozim fillestare, po them, kur ka dashur të flas për rezultatet, sepse ka dështim në infrastrukturë, ka dështim në infrastrukturë, profesor, tani është zoti Basha atje. Tani do të flas sepse ata janë aty prioritetet. Hajde t'i lëm dështimet e mëdha të cilat kanë ndodhur për 5 vjet. Nuk ka asgjë përveç pjesës Mitrovicës Veriut që është mundu të bëjë diçka, por ajo sot na është kthyr në gjendje të njëjtë. Tani kem 4 kryetarë të listës serbe në 4 komuna. Dhe aty thuj se gjithçka po kthehet në aty ku ishte para 5 vitesh. Dhe i kemi në kryetarët të cilët i kanë kthyr krejt simbolet serbe. Stemat e komunave i kanë të gjitha me flamurin me 3S. Serbis. Domthon të gjitha stemat të cilat i kanë bërë ata kryetarët shqiptarë të cilët janë zgjedhur me 1% votave kanë rënë. Fotografia e presidentes Osmani nuk është më nëpër zyrat e punëtorë të cilët janë pranuar gjatë 4 viteve nuk janë më. Domethënë edhe policia do të kthehet policia vendore, edhe komandanti policisë vendore do të kthehet. Edhe po zbatohen të gjitha vendimet e marrëveshjes, aneks marrëveshjes së Orit, edhe marrëveshjes së Brukselit. Gjithçka është duke u zbatuar Mitrovicës e Veriut, dhe Mitrovica Veriut po kthehet në gjendjen e para 5 viteve dhe asnjë fjalë nuk e kem nga kryeministri aktual, askush nga pozita. Dhe tani kryeministri del me ekspozen e vet, duke folur për një infrastrukturë dhe thot vazhdimi i ndërtimeve dhe rrugëve moderne në Kosovë. Thot rrugëve nacionale, investime në hekurullat dhe transport publik, ujësjelës, kanalizime, penda, krejt këtu, që kanë të bëjnë me infrastrukturë, zoti kryeministër i ka pas në programin zgjedhor të para 5 vitesh. Dhe asnjërin nuk ka arritur ta përfundoj. Dhe me bindje të plot them që nuk do ta përfundoj asnjë, sepse janë të pazotët. Dhe sidomos kur në digasterin më të rëndësishëm qeveritar e fut Dimal Bashën. Dimal Basha, i cili është një analfabet funksional, nuk do të jetë gjendje të kry asnjë prej investimeve të parapara, apo kësaj fonton dëshirash, sepse Albini nuk ka program qeverisës. Albin Kurti e ka një
pako, një regjistër të fontanës së dëshirave të cilat dje i lexoj para deputetëve. Do më thonë, e Kurudha, e Parapor, Fushkosu, Dërs, Gjakov, nuk do të realizohet kur, sidomos me këtë qeveri e me këtë ministër. Tuneli dhe autostrada që do të lidhë Prizrenin me Tetovën nuk do të realizohet asnjëherë. Ajo mund të jetë vetëm një ëndër. Ai e ka pas të gatshme krejt trasen e rrugës, autostradës, autorrugës që e lidh Prishtinën me Gjilonën. Dhe ajo ka mbet në atë gjendje dhe ma keq se kur e ka marrë para 5 vitesh zoti Kurti. Nuk ka mund të bëj asgjë. Rruga për nacionale për Mitrovic që 12 vite ende nuk është kry. Rruga për Pudujev ende nuk është kry, as nuk është gati mu kry. Rruga për Gjakov nuk është përfunduar. Rruga për Pej nuk është përfunduar. Do me thënë, as një punë infrastrukturore këta zotrit nuk e kanë kry. Ka dështime kolosale në infrastrukturë. Energjia. Kosova, kom thonë dhe disa herë tjera, zoti Bolla, Kosova në kollaps energjetik. Faturat? Ke faturat, çmimet janë mizerje, janë katastrofale. Populata Kosovës po varfrohet. Derisa para 4 vitesh, në Kosovë 30.000 familje nuk mund ta përballënin kostot e energjisë elektrike. Sot në Kosovë më shumë se 100.000 familje që i bie mbi 35% familjeve nuk janë gjendje të mbulojnë koston e energjisë elektrike. Kosova nuk prodhon energji elektrike nga termoelektronat. Kosova blen energji elektrike vetëm për një vit. Kosova ka bler rreth 300 milion rrymë energji elektrike kryesisht prej operatorëve serb. Pej Serbis, edhe pse janë kamuflu se gjoja po blet nga Macedonia edhe por tregtart Humovic, djali generalit Vuk Humovic, ju ka shit energji qeverisë e Republikës Kosovës. 1 miliard euro energji për 4 vite. Kjo vërtet nuk dën koment. Thot, krenohen se po bojnë diçka në energji solare, energji të erës e voltometrike. Por Kosova, duke u kthyer në atë që dikurë thoshte vetë zoti Kurti, flan në thëngjell. Me qenë se flan në thëngjell, tani Evropa as Amerika nuk të pengojnë nëse dëshirojnë të ndërtojnë termoelektrona. Dhe është dosht edhe një herë të kthehet kjo qeveri në prodhimin e energjisë me termoenergjisë. Sepse ajo është burimi më i sigurt i energjisë në Kosovë, edhe tani me metoda të reja nuk helmohet ajri. Ka mundësi të bëhet filtrimi aq i mirë, sa që asnjë dëm ambientit nuk i bëhet. Por kë zotriu ka pa aftësi, jo vetëm veten, por edhe të qeverisë. Zhvillim ekonomik dhe punësim. Kë krenohet zotriu me një superpunën që e ka pas të kaluarën, edhe i ka punësu një 25.000 përkohësisht, edhe atë që ka ndodhur, të gjitha bizneset, i kanë marrë, i kanë punësu fëmijët e vetë, familjarët e vetë, për 6 muaj i kanë marrë nga një rrugë minimale 350 euro, dhe tani kur ka përfunduar kjo, i kanë larguar nga puna ose i kanë hequr nga lista. Do më thonë, është vetëm punësim fiktiv, so për të regjistruar në administratën tatimore, se gjëja ka punësim edhe për të treguar se tani Kosova i ka 430.000 punëtor. Nuk është e vërtet, në Kosovë nuk punojnë 430.000, por shumë më pak se kaq, sepse superpuna nuk ka dhënë asnjë efekt. Tani në ekspozen e re propozon që të ketë superpunë për gratë. Njëjtën formë t'ja jep grave nga një rrugë minimale 425 euro për 6 muaj, edhe pas 6 muajve bizneset i largojnë edhe kur gjë askujt. 70% e grave në Kosovë rrinë në shtëpi. Dhe çka ka ndodhur? Dhe shëndetësi dhe arsim.
shëndetësia është se me Ken, me Arben Vitin, e me Ajrulla Qekun. Ajrulla Qeku nuk ka rritur të riparoj, të rinovoj. Një teatr e ka Kosova, një teatr të luftës pas dytë botërore. Dhe ai teatr në gjendje mizerje. Në pallatin e rinisë dhe sporteve zhvillohen aktivitetet e teatrit, dramat e shfaqjet e ndryshme. Sepse nuk ka arritur për 4 vjet teatrin, e sa për operën, e për shtëpi tjera të kulturës, asgjë kë ministër s'ka bërë. Pastaj, e keqja madhe që na pret, mos të harrojmë, ne ka shumë mundësi nëse nuk e marrin federatën ndërkombëtare, organizimin e lojrave mesdhetare, dhe nëse ata nuk na financojnë, Kosova, Albin Kurti, ky ministre kush ishte i kulturës, harrova për momentin ministre Miku dhe mua, po fakti që e harruam do të thotë edhe për rëndësinë. Derim Gashoni ishte i propozuar minister për kulturë, unë jam i bindur që ne do të dështojmë, sepse kryeministri thotë, do t'ja ndojmë për shkak lojrave mesdhetare që do t'i organizoj Kosova, do t'i ndojmë 250 milion. Me vetë kryeministrin so lojra, çka përmbajnë ato lojra, so disiplina sportive i kanë lojrat mesdhetare. Jam i bindur që Blerim Gashoni nuk e din fare, se aty ka lojra që as emri nuk ja vdin këta zotëri. E lere me ato fushat terene sportive të cilat ne as nuk kem inxhinjering, as nuk kem njerëz, as nuk kem kompani që mund të ekzekutaj ato në teren. Thot do t'i meremetojmë stadiumet e futbollit. Fare nuk, çka do me meremetu? Ne do të kemi një 4-5 stadiume nacionale. Kë zotëriu e ka ndërprej edhe një stadium që është i parapar atje në pjenë mes Fushë Kosovës edhe Drenosit, edhe nuk pekryn as shate. Do më thonë, ne është më e keqja që ne mujna me të shtu në lojra mesdhetare dhe na i merë Serbia lojrat mesdhetare. Sepse ajo është e gatshme, e çka do të thëtë nëse të shtojmë këtë, e me këtë qeveri, me këta ministra, unë jam i bindur që do të dështoj. Pastaj thot banim dhe mirëqenie sociale. Ku janë 4.000 banesat që i ka premtu zotëriu? Kërkun heq nuk janë. Asgjë s'ka bën në këndrejtim derisa në zgjedhjet e kaluara kur e ka fitu 51%, ka premtu se do t'i ketë 4.000 banesa për çiftet e reja edhe ata që janë në gjendje të keqe. Tani e përsërit atë, por nuk thot në asnjë mënyrë që do të ketë ndërtime, por për me mbështet disa kategori sociale të cilat nuk kanë banem. Sundim të ligjit. Tani ministresha e cila ishte ministre e punëve të jashtme ja ka lënë detyren Donika Gërvallës. Donika Gërvalla është shkatruse diplomacisë së jashtme, i ka shkatruar të gjitha ambasadat në shtetet edhe konzulatat në shtetet të tjera. Të gjitha konzulatat edhe ambasadat, ose janë me kryes detyre, ose janë me staf të përgjysmuar, nuk kanë staf, nuk funksionojnë, nuk punojnë. Kjo Donika Gërvalla i ka prish marrëdhëniet me të gjitha shtetet. Nuk ka pas marrëdhënie 2 vitet e fundit. Ajo zonë nuk është takuar me asken nga zyrtarët ndërkombëtar. Përgjigjet vetme janë vetëm nga Glauku këtu. Edhe Glauku, edhe Spoku, që është dashur, Zavens kryeministri, okej, Glauku le të jetë ministri i punëve të jashtme, por edhe Glauku ka probleme shumë të mëdha ekzekutive. Glauku është orator i mirë, është folës i mirë, por Glauku nuk e ka ekspertizën, Glauku t'i mungon përvoja, Glauku ndoshta do të jetë një mikpritës i mirë, ndoshta do të jetë një komunikues i mirë në arenën ndërkombëtare, por Glauku njohsa që sigurisht edhe do t'i udhëheq bisedimet,
por edhe Zavens kryeministri i parë, më të paktën që është dashur të jetë një super ekonomist. Dashur të jetë një ekonomist shumë i mirë për ta zavensuar apo për të mbuluar dobësitë të cilat i ka Albin Kurti. Por njëjta dobësi i ka edhe zoti Nglauk, edhe ne nuk presim asgjë nga kjo. Më e mira e të mirës është që në rastin e tani kur vjen rasti i presidentes. Me atë doja ta mbyllja që do kemi krizë edhe aty apo është vendosur? Shqo, po më duket, bazuar edhe në pamjen dje mas ekspozes edhe qëndrimit në ulsen atje të deputetet të zotit Kurti. Në vërtet të kabineti qeveritar është vrejtur një zymtësi. Nuk e dija ke mujt me vrej, sepse Albin Kurti është i pakënaqur. Albini i din këta ministra, e din kush është Donika Gërvolla, e din kush është Fikrim Donka, e din kush është Andin Hoti, e din kush është Macedonci, i cili ka vjedh vota në Podujevë. E si të bëhet minister një hajn i votave në Podujevë. Gjelal Sfeqja që e njohën krejt të skandal, është skandaloz. Pastaj Jakxhiu do të flo mirë, për teknologji është i mirë ai Jakxhiu që ishte i propozuar. Arben Vitia, do shtak, sa ishte drejtor departamentit në Ministrinë e Shëndetësisë, ai ka ditë veç me bë gëlqerosje edhe rinovim. Ai njeri nuk din kur gjë tjetër. Dhe asgjë s'ka bo për shëndetësinë. Shëndetësia në Republikën e Kosovës është mizerje. Urojmë se cili prej nesh, unë e kom pas rast, në kohëve të fundit të kem nevojë për shëndetësinë për spitalin. Dhe kam shku, më kanë thonë me prit 5 vjetë, për të qka që nëse bën pritje 5 vjeqare, do të vind të deri të një dëmtim ose njeriu do të vdeste. Edhe në detyrohemi të shkojmë në klinika private dhe me kostot lartë kryjmë operacione. Pastaj, barnat esenciale, thot do të investojmë 100 milion barna esenciale. Asnjë bari esencial në Kosovë nuk është në sasi të duhur. Njerëzit që vuajnë nga leukemia, njerëzit që vuajnë nga kanceri, njerëzit që kanë probleme të theksuara nga ndryshimet e gjakut, e tjera, nuk kanë mundësi të trajtohen, nuk ka barna. Arben Vitia është dështak. Pastaj, zonja Bugujevci e merr Ministrinë e Turizmit. Ajo zonjë, respekt për të kaluarën. Respekt për të kaluarën edhe dëmet nga lufta që i ka pas kjo kur ishte fëmijë. Por, ajo zonjë nuk është e denjë për ta udhëhequr një digaster shumë të rëndësishëm, sidomos të sporteve verore, sporteve dimrore, të turizmin në Kosovë, i cili lëngon Brezovica. Brezovica nuk ka kapacitete për të pranuar vetëm musaferët nga Shqipëria. E lere më musaferë të tjerë. Ti nëse futesh në ata farë ashensoret për të shkuar s'kejem, ti do të ndalesh në gjysmë edhe do të mbetesh varur derisa të vije energjia pas 2 orëve ose 2 ti kime qëndru në ashensor, sepse atje nuk ka as generator. E lere më që s'ka kapacitete pranimit hotele, as terene skijimit, s'ka kur gjoheq, e kjo zonë nuk është e denjë, nuk është e zoja për asgjë me turizmin. Elbert Krasniqi dështak, Armed Muja është një Sahel Pers, i cili nuk ka lidhje me bujqësi. Ai do ta shkatroj edhe atë bujqësi që e kemi. Ta për Bashën, që ka me folë për Bashën. Pra ishte më mirë kryetar kuvendi, më pak i dëmshëm kryetar kuvendi se sa këtu. Ai zotëri nuk e din çka është infrastruktura. Ai zotëri nuk e din çka përmban një digaster më i rëndësishëm në Republikën e Kosovës. Ai nuk e din çka prokurimi. Ai nuk din, domethënë, ai është njeri që masi i ka bë 30 vjet, ka shku edhe i ka bë disa kurse
disa shkollime në Shtetet Bashkuara të Amerikës, por atij i mungon ekspertiza, atij i mungon gjuha, ai nuk din me fol shqip, ai nuk din, domethënë ai nuk din asgjë, edhe është një analfabet funksional. Unë me vërtet befasohem se si Albin Kurti propozon ministra të tillë, Mimoza Kusari, bashkëpunëtore, Era Dojqiqit, propozohet me një ministri që unë besoj e udhëheq, ministrinë e tregtisë, kjo mund me udhëheq. Arton Rizvanolli, dështake, ka dështuar në gjithë sektorin e ekonomisë, në energji, ajo zoni ka subvencionuar nxemjen me energji elektrike, ju ka dhënë qytetarëve para për të bler invertor, për të bler klima, dhe tani se gjithë Kosova, derisa fshatra të kaluarën, janë ngrohur me format ndryshme, alternative, janë ngrohur me dru dhe me thëngjell. Kjo zoni ka detyruar, duke i dhënë një subvencion deri në 40%, dhe gjithë fshatarët, katunarët, kemi bler invertor, dhe tani nuk kemi energji, sepse shkon kostoja e energjisë elektrike familjes më të dobët, e kalon mbi 60 euro. E lere më të tjere që janë në një standard pak më të fortë. Nenad Rashiqi i papranuar të komuniteti serb, zgjedhet atje minister, Rasim Demiri, edhe këtë Domka, dytë kanë, një Domka veç ka sulmuar atje, është domethënë ka vepër penale, edhe zonja fitore Paculli është konfirmuar me ato para që i ka shpërnda për familjar, për vllahun e për dajën e për, domethënë është e korruptuar dhe ne kemi një qeveri të padenj. Edhe diçka mos harroj. Mos harroj. Ndoshta e zgjatëm pak, por është temë analiza duhet e bërë. Të falenderoj shumë. Është temë e jashtëzakonshme edhe duhet të flasim. Këtu spoku 15 ministra do të tërhiqen nga deputetët. Mandati deputetit, po. Atë që ndodh, zoti Bolla, ne do të kemi listën e deputetëve të vetëvendosjes analfabet kronik, analfabet të tipit të Agim Batirit, i cili nuk i din komplet shkronja e alfabetit shqip. Po media po e pyeste djen që do priste dorën. Tani do të kemi edhe tërheqje të zavens ministrav, edhe do të mbetemi në 57 deputetët. Pra komisionet parlamentare do t'jenë një nivel shumë t'ulët. Do t'jetë mizerje. Unë e kësaj i frigoj, zoti Bolla, dhe ata për atë arsye uroj që opozita mos të vatoj kurse se presidentën, edhe të shkohen në zgjedhje, të kryhet buxheti. Okej, të kryen marrëveshje ndërkombëtare. Të votoj edhe opozita dhe krejt votojnë edhe për marrëveshje ndërkombëtare, edhe për buxhetin, në mënyrë që mos të ketë blokon. Por në asnjë mënyrë nuk duhet lejuar që të zgjedhet president qoftë edhe konsensual, sepse nuk i duhet askujt që të kemi një parlament të tillë analfabetësh, të cilët kanë me aprovu ligje. Ne e dim që i kemë 12 ligje gjykata kushtetuese që na i ka anulu. Çka do me thënë, ato ligje, këta do t'jenë gjendje t'i kthejnë edhe një herë, t'i aprovojnë, edhe mos t'ankohet askur gjykatën kushtetuese, edhe t'kalojnë ato, sepse nëse nuk ankohen gjykatë kushtetuese, pa marrë parasysh që ligjet janë të këqija, ato kalojnë. Edhe neve t'na përgatit legislativ, dhe i përgatitin ligjet për të ardhmen e Kosovës, për të ardhmen e fëmijëve tonë, të cilët për fat keq, ajo e ardhme pju shkruhet dikon në perëndim, sepse Kosova po zbrazet. Kosova është mbet sot në pleq e në plaka. Kosova sot është mbet në pensionist. Në Kosovë nuk ka në gjitha lokalet, gjitha objektet, në dyert e tyre, në plakat e lajmërimeve të tyre i kanë kërkojnë punëtor. Bizneset më të mira të Kosovës po na largohen. Rinia nga Kosova po largohet. Andaj, është shansa e fundit që kjo opozit mos ta votoj, qoftë edhe Lumir Abdigjiku nëse propozohet për president, se fare nuk ka më rëndësi kur keti një kryeministër
që i ka votat në çdo moment të zgjedhet kush do qoftë, edhe një akademik më të mirë që e ka Kosova. Merre bën e president, s'ka fare rëndësi. Pastaj, unë e shoh, sepse zonja Vjosa Osmani nuk e ka për krajen e Albin Kurtit edhe të Glaukonjupcës. Pse? Asnjë deklarat. Pasi që zonja Osmani ishte nënshkruese atje te Trumpi i paktit, çka është ajo, Paqës. Bordi Paqës. Dhe këta me asgjë nuk e kanë përkrahur deri sot. Domethënë edhe kur kanë bisedu Albini me Vjosën, Vjosës i ka thonë ti mund të kërkoj vota vet, unë nuk mund të kërkoj vota për ty. Domethënë, por çka mund të bëj Albini? Mund ta propozoj ndikën nga familja Jashari. Në këtë rast Murat Jasharin, sepse vetëm ai mund të plotësoj kushtet për president, me qenë se është i përgatitur, por përkundër kësaj nuk duhet opozita të votoj as Murat Jasharin, sepse në anën tjetër rrezikohet vendi nga kjo qeverisje shumë e dobët edhe nga ky kuvend i cili është kuvendi më i dobët në historinë e Kosovës. Sidomos pas tërheqjes, sado që këta ministra janë dobët në ekzekutiv. Megjithatë, krahasuar me ata që do të vinë, tani që do të plotësohet lista me 15, edhe një 15 tjerë mund me qenë ose më shumë zavens ministra, ose një qunë për borde, se shkojnë të ata që i kapin gjitha institucionet. Ta krejt nëse i ka profesionista me fakultet, se me doktor shkence, me shkolla më të larta, këta nuk kanë në përbërjet vetë këta VV-ja. Derisa parti tjera kanë. Edhe LDK-ja edhe PDK-ja kanë edhe akademik, kanë edhe njerëz të ngritur brenda strukturës kuvendit. Por vetëvendosja nuk ka. Sepse atë krizë Albin Kurti e ka që nga fillimi. Me qenë se unë kom pas raporte ngushta me Albinin. Kom qenë kryetar i qenë i Degës në Lipjan edhe kandidat për deputet në zgjedhjet e 2018-s. Edhe me këtë rast, na kena pas marrëdhënie të ngushta. Albini e ka ditë edhe e den. Ai më ka thonë 4 sy, zoti Retkuceri, ne kemi problemet mëdha me kuadro, nuk kem njerëz. Ne nuk mund nesër dhe ta fitojmë qeverinë, nuk mund ta udhëheqim qeverinë sepse s'kem me kënd. E të tillët, të tillët i ka. Në 2018-ën, po në 2026-ën. Po edhe ma keq i kanë ardhur, edhe ma keq se i ka ik Shpendi, i ka ik Dardan Sejdiu, i ka ik Dardan Molliçaj, i kanë ik kuadrot Albinit, i kanë ik, nuk i ka. I ka ik Azdreni, i ka ik plot që udhëtime, i ka ik Noli, i ka ik, domethënë, ata kuadro që i ka pas ajo partia që ju bashkua atëherë, zotit Kurti, që kanë qenë krye me Shpend Ahmetin, Dardan Sejdiun, Dardan Molliçaj e tjerë, PSD-ja, e dikurshme ose e sodit, ata aty kanë qenë kuadrot. Tani Albini shkon me puthador, Albini shkon me njerëz pa kurrizor, pa dije, pa ekspertizë, pa profesion, të cilët kanë aderu në vetëvendosje për fituar pozita. Merrni me mend, ju lutem, merrni me mend çka përfaqëson Agim Batiri. Po kjo popull vërtet do është për çudi si duron more, si voton more, si ja japin 40.000 vota një analfabeti. Për që do të ai për nipa, mesat me, për fëmijët e me, të vendos Agim Batiri. Po kjo është e padurueshme. Dhe nëse nisin demonstratat për UÇK-n me 17-ën, ne nuk duhet më dal kurrë. Nuk duhet më dal asnjëherë. Derisa të bie kjo qeveri. Edhe duhet ta di diaspora se na ka marrë në qoh. Ja ka shkatruar të ardhmen rinis duke votuar vetëvendosjen me 51%. Do të kishte shpresë të kishte një koalicion. Do të shpresoni, sepse do të kombinohej, do të gjendej diçka e mirë brenda krejtve. Por në këtë formë, të s'ka asgjë të mirë. Andaj, uroj, kërkoj, publikisht, nga opozita, që në asnjë mënyrë
me asnjë joshje, me asnjë kompromis, mos të votojnë, qoftë edhe dikën nga familja Jashari, sepse se cili votim që vjen këtë rast për kryetarin është fare i parëndësishëm, sa është rëndësishme Kosova të shkoj edhe njëherë në zgjedhje pa marrë parasysh koston financiare. Ashtu kështu, humben parën Kosovë pa llogaritur fare. Krejt këto janë humbje kotit parave që jepen ndihma sadaka, që jepen lmosh për çdo vit në prag zgjedhje blehen vota. Dhe të shkojmë në një palë zgjedhje ku diaspora duhet ta vej gishtin kuk edhe të mendoj mirë ku po e çon Kosovën. Nëse dikur vërtet na kanë ndihmu me para, vërtet na kanë ndihmu me për liri, vërtet na kanë ndihmu për çlirim, na kanë çu porë edhe për arsim me mojt, edhe për gjithçka. I falenderojmë. Por tani nuk është koha që njerëz të këtij niveli të i mbojmë qeveri sepse po e morrin në qafë të ardhmen e fëmijëve, nipave, edhe Kosova në 2030 rrezikon të ketë 800.000 banor. Dhe në këtë kur të vim në 800.000 banor, ata një 500.000 do të jenë të leq e bloka, edhe një 200.000 mesatar në mosh, do të mbeten shkollat thot, do të mbeten universitetet thot, siç po ndodh, të gjitha fakultetet publike në Kosovë kanë konkurs që nuk plotësohet numri as një mënyrë. Shkollat e fshatrave, të gjithat janë gjysmë të zbrazura. 30% e shkollave në fshatra janë mbyllur. Të gjitha për shkak të ikjes masovike të familjeve sepse s'ka perspektivë. Kryeministri i vendit mos të përmend sigurimet jetësore, sigurimet shëndetësore në asnjë fjalë të tij. Vërtet është e pakuptim. Sot i gjori fukara, i varfën duhet të vdes për një bari të thjesht, derisa pjesa e pasur edhe vetë ka funksionar, nëse ka nevojë mjekohen nëpër spitalet ndërkombëtare të Austrisë, e Gjermanisë, e Turqisë, derisa fukaraja në Kosovë vdes për një trajtim për kancer, apo që se ka atë dozë e cila më e lira kushton 1.100 euro. Andaj e lutim edhe njëherë opozitën e cila e ka në dorë, le ta çojë vendin edhe njëherë në zgjedhje, sepse kjo qeveri nuk ja vlen me na udhëheq edhe 4 vjet, sepse do të na çojë në mjerim. 50% të popullatës kjo qeveri do ta çojë në mjerim edhe në zgrip të ekzistencës, që do të thotë me jetu me 2 euro në ditë një qytetar i Republikës Kosovës. Profesor, unë të falenderoj shumë për të gjithë analizën e detajuar për çdo antar të kabinetit, për çdo ministri si ishte edhe ato që e pret, por edhe në tërësi për çështjen e presidentes edhe të ardhmen e vendit. Profesor, unë të falenderoj shumë. Pa harruar dhe Hagën, sepse me sy të gjithë jemi andej. Edhe nga shtëpitë kurdi. Faleminderit. Jeni mirë pritur, jam gati në këto kohë të vështira gjithmonë të flas hapur dhe pa ekuivoke. Të falenderoj shumë për kontributin.